Përshëndetje. Përmes kësaj video do të mësojmë se si me kriju një vizë në formë valore. Klikojmë këtu te line, pastaj premoj shiftin shtypër edhe klikoj për shembull prafërsisht kështu. Tani për momentin të unë nuk kam zgjat as fush as ngjyrë, as strok. Në këtë rast, kjo vetëm strok, kështu që po e zgjidhni për shembull ngjyrën e hajde një ngjyrë për shembull portokallët, këtu për rritit rastësinë. Hapi tjetër, po klikoj te efekt, pastaj këtu, pastaj klikoj zigzag. Klikoj këtu, pastaj klikoj preview, shikoni. Te size, po shkoj këtu me rrot, shikoni kjo rritet. Nëse shkoj këtu, këtu e ka mundësinë me shtu më shumë, shikoni. Nëse klikoj këtu, këtu bëhen lart poshtë, shikoni. Edhe këtu domethënë corner me këtu me maje, nëse klikoj këtu smooth, këtu bëhen kështu në mënyrë domethënë me lakore. Se rriti këtë, shikoni rritet numri i valve, ndërsa këtu rritet masia e valve. Se klikoj kështu, këtu bëhen shumë nalta. Domethënë këtu e keni me menaxhu pavarësisht prej rastit, nëse jeni rritet në këtë formë apo në këtë formë, shikoni. Kjo funksionon edhe për shembull që po lëvizi këto pak më lart. Më marr një rreth, po klikoj me shift. Rrethi tani ka kufizimin, nëse shkoj prap efekt këtu, këtu. Klikoj preview, smooth, shikoni. Më thonë mu me kriju forma të ndryshme. Këtu e menaxhojmë masinë. Njëjtë funksionon për shembull edhe për katror. Okej. Më thonë, shikoni si bëhet deformime. Më thonë ju i menaxhoni si pas dëshirës.